gjuhën kineze dhe jo me gjuhën Mandarin Chinese. Po, Mandarin Chinese. Në atë. Pra, kjo do thotë që kur e publikojnë këto faqe zyrtare, derisa e nxjerrë edhe faqja zyrtare ushtarake e ushtrisë. Pra Kina e ka vendosur atë që i ndodhi Britanisë në Suez, atë do t'i ndodhi edhe Amerikës në Hormuz. Dhe Britaninë në Suez e largoi Amerika dhe filloi Pax Americana. Pra mbaroi Pax Britanika në Suez dhe filloi Pax Americana. Ishte Amerika ajo që i tha Britanisë largohu nga Suezi, se s'ke më punë këtu, dhe Britania u largua me bish në shalë bashkë me Francën. E njëjta gjë edhe tashmë në gjirin e Persik dhe në ngushtisën e Hormuzit. Kina këtë do t'i bëjë të qartë Amerikës, që s'ke më punë atje, pra ti nuk e menaxhon atë. Nuk është e jotja, nuk menaxhon dot më atë. Ke ardhur për ta marrë, por nuk do ta marrësh. Dhe fundi i hegemonisë fillon këtu. Pra nuk thotë që hegemonia mbaroi, por fillon fundi. Fillimi i fundit të hegemonisë amerikane është kjo. Dhe fakti që publikohet ky raport në gjitha mediat zyrtare kineze, pra po i bën të qartë qëndrimin e Kinës. Prandaj thash Kina do të hyjë në këtë aspekt, në këtë bisedime, në këtë takim me Trumpin, me metër për t'i matur, për t'i prerë kostumin Amerikës në 2 vitet e ardhshme. Dhe ajo çfarë ka ndodhur me datë 17, pra ajo që ndodhi me datë 19, është njoftuar ceremonia mortore. Pra, publikimi datës 17 prill është si ajo kur ti nxjerr njoftimin e ceremonisë mortore. Ceremonia mortore thot do mbahet me datë 14 dhe me datë 14 vjen trupi. Pra vajtja e Trumpit në Kinë me 13. Po, nesër. Me 13 nesër. Me 13 bëhet varrimi. Ceremoninë kemi njoftuar që me datë 17 prill, po varrimi bëhet me datë 13. Kjo ka për të ndodhur në Kinë. Dritan, pse nuk e... Okej, ky është një variant, po varianti që Trump të kërkoj të bëjë atë që bëri Nixon në 72-shin, domethënë një përpjekje për ta shkëputur Kinën nga Rusia, një përpjekje për ta çarë. Kina e 72-shit nuk është Kina e 2026-s. Kina e 72-shit ishte një vend në zhvillim, pra siç janë vendet e treta. Sapo kishte nisur zhvillimin, bumin industrial, ekonomik, pra nuk kishte, kurse sot Kina nuk është më një vend. Kina sot është një hegemoni. Është hegemoni politike dhe ekonomike. Është fuqia më e madhe ekonomike e botës sot për sot. Dhe Kina është ajo që ka ngritur, në 72-shin Kina nuk kishte asnjë mundësi, Kina nuk kishte asnjë, si më thënë, vëmëtaria ekonomike e Kinës zhvilloi nëpërmjet dollarit, zhvilloi nëpërmjet gjithçka, pra kalonte te dollari amerikan. Kurse sot Kina ka ngritur rrjete të tjera financiare që te kaloi dollari amerikan. Pra ka ngritur SWIFT-in e vet, bankat e veta, ka ngritur BRICS-in, ka ngritur gjithçka. Në 72-shin Kina nuk posedonte 420 porte në botë. Posedon vetëm portet e saj, kurse sot posedon 420 porte në gjithë botën. Shumë interesant. Kina nuk eksportonte në 72-shin, eksportonte vetëm në ato vende që kishte marrëdhënie si punë e Shqipërisë me disa tjerë brenda një bloku, brenda bllokut socialist. Sot Kina eksporton në të gjithë botën, edhe botën perëndimore, edhe në Amerikë. Pra nuk është Kina e 72-shit sot. Kështu që po thua si sot nuk ka çfarë diskuton më, pra nuk ka çfarë t'japi, pra çfarë do lloj bie tërheqje e Kinës nga kjo hegemoni. Ndërkohë që ajo po kërkon të stabilizojë hegemoninë e saj në këtë territor. Washington Post sot kështu i kishte, domethënë risillte në memoriet publikut pamjet e Nixonit janë komplet diçka tjetër, ajo po mundohet t'i japin Trumpit, pra CIA, sepse Washington Post i varet nga CIA, po mundohet t'i japi kësaj vizite Trumpit një figurë që Trumpi do ta detyrojë Kinën të ulet në marrëveshje për atë që bëri Nixoni ndaj Amerikës, ndaj Kinës, dhe që solli ajo veprimi i Nixonit ndaj Kinës, në atë kohë solli edhe çmendurinë e Enverit e neve që nga që priti Nixonin ne u prishëm me Kinën, edhe përfunduam këtu ku jemi sot, pra përfunduam në bukën e gojës në vitin 81, pasi vrau edhe Mehmet Sheun. Dritan, kalojmë pak tek situata në Ukrainë. The Economist thotë që ajo që kemi folur, iniciativa strategjike tani më për herë të parë, thot prej 2024-s më duket, po i kalon dal nga dal Ukrainës. Dhe unë aty rendiste një listë me arsye sepse, po çfarë po ndodh ndërkohë që për herë të parë kemi pasur edhe një marshim në Rusi që lidhet me që ishte zgjati vetëm 45 minuta, çka u lexua si frikë Putinit e tjerë e tjerë.
si qëndron e vërteta në raport me atë që po ndodh aktualisht midis Rusisë edhe Ukrainës? Në ç'pikë konfliktit jemi? Se kemi kohë që kemi diskutuar. Konflikti vazhdon se çka qenë, nuk ka asnjë ndryshim. Ka pasur në këto 3 ditë një armë pushim nga ana e Rusisë, pra Rusia nuk ka qenë në sulm nga data 8 deri me datë 10, kurse duke forcat ukrainase e shfrytzuan këtë armë pushimin e një anshëm dhe kanë sulmuar pozicionet ruse. Dhe duke qenë se për 3 ditë rusët nuk kanë reaguar, pra vetëm janë mbrojtur, sepse kjo ishte edhe vendimi i presidentit rus. Dhe këtë jo vetëm gazeta që përmendën, por edhe disa gazeta tjera e kanë quajtur si gjëja iniciativë. S'ka të bëjë me iniciativën strategjike. Pra shfrytzuar një armë pushim dhe ka qenë vetëm në sulm forcat ruse, forcat ukrainase, por nuk kanë arritur të çajnë asnjë territor. Pra kjo nuk është iniciativë strategjike. Iniciativë strategjike është kur ti arrin të marrësh, të çash mbrojtjen e armikut dhe të krijosh hapësira brenda në aspektin e ku ti të futesh atje, të lëvizësh me divizione. Në momentin që ti fut në këtë hapësirë, qoftë edhe një kompani, qoftë edhe një tokë, dhe ajo nuk arrin as të çajë mbrojtjen, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me asnjë iniciativë. Kto janë sulme normale që ndodhin, mbretëri normale që ndodhin në vijin e frontit, por nuk kemi asnjë lëvizje të vijës frontit mbrapa. Dhe tashmë rusët kanë filluar edhe goditjet, pra ka pasur goditje në këto 2 ditë, totalisht në të gjithë pjesën e frontit. Dhe luftimet kanë filluar që nga Sumi, në Kharkiv, në Donbas, në Zaporizhia, në të gjitha. Dhe kemi lëvizje të forcave ukrainase, duke marrë forca speciale, duke sjellë forca speciale kryesisht në Zaporizhia dhe në Donbas për të bllokuar lëvizjet e forcave ruse, të cilat kanë bërë lëvizje për të futur në kurth, në rrethim forcat ukrainase. Pra nuk ka në këtë aspekt zhvalloj që ajo që ka thënë terreni është komplet diçka tjetër. Në kryet listës së kësaj, drejtan ishte lajmi që ka dështuar ideja e fillimit të një ofensive të verës. Nuk ka pasur asnjëherë ofensivë vere, pra shikoni, kemi që 5 vjet në Ukrainë, në këtë luftën e Ukrainës që Perëndimi jeton në një realitet të vetin. E para jeton në të vetin e mendon se dhe është hequr se i ka ditur gjithë një planet e Rusisë. Pra, ka që 5 vjet që thot Rusia do sulmoj atje, do sulmoj këto, s'ka ndodhur asnjëherë ajo që Perëndimi ka thënë. Pra ne që sigurisht kanë ditur planet e shtabit të përgjithshëm të Shqipërisë ruse. Edhe kjo ofensivë vere nuk ka bërë asnjëherë një ofensivë. Pra nuk ka funksionuar me ofensiva. Perëndimi ka idenë e këtyre ofensivave dhe mendon se edhe Rusia ka tjetër doktrinë ushtarake. Nuk ka funksionuar në këtë mënyrë. Në Ukrainë nuk po funksionon këtë mënyrë dhe nuk e ka përdorur këtë lloj mënyre në Ukrainë. Pra nuk ka pasur ofensiva në Ukrainë. Ka pasur veprime të nivelit taktik dhe operacional në zona të caktuara. Po jo me ofensiva, një ofensivë në të gjithë frontin, nuk e ka bërë asnjëherë dhe nuk e ka këtë doktrinë. Pra ka hequr. Prandaj kjo që thon është totalisht e gabuar, totalisht absurde. Nuk ka pasur asnjë plan për një ofensiv. Ka filluar marrë sepse qëllimi është i thyrjes së frontit dhe i thyrjes së forcave, ajo që quhet ndarja në një mitsopa. Pra me veprimtari të vogla të nivelit taktik dhe operacional, ti shkaktosh dëm me armikut dhe të ecë, dhe kjo ka bërë, kjo ka ecur, në këtë mënyrë ka funksionuar. Pra, siç kemi parë, kemi pasur ose thes operativ, ose thes taktik. Pra thesi operativ dhe thesi taktik është kur ti e bën në bazë divizioni dhe brigade, në hapësirën e një divizioni dhe një brigade që e mbledh kështu dhe i fut siç ka ndodhur me disa qytete ndryshme që i kemi diskutuar, ose thes taktik në aspekt në nivelin e një më të vogël në kapacitetet e një batalioni ose të një kompanie. Pra këto janë nivele taktike. Kështu ka funksionuar që 4 vjet lufta, që 5 vjet. Jo më ofensiv. Ka pasur një ofensiva. Ofensiv ka bërë Ukraina 2 herë, ka dështuar, sepse ky është mentaliteti doktrinal i Perëndimit. Sepse as Ukraina nuk e ka pasur, se Ukraina ka pasur mentalitet doktrinal të Rusisë. Por Perëndimi e mori gjithçka në dorë, NATO dhe NATO funksionon me ofensiva. Sepse NATO ka aplikuar doktrinën naziste, doktrinën e Gjermanisë naziste. Doktrina e Gjermanisë naziste ekzistonte me ofensiva. Dhe atë sepse doktrinat e NATO-s i kanë bërë këta generalet nazistë, të cilët pas luftës së dytë botërore u bën general në NATO. Se deri në vitin 1907, deri në vitin 1983, NATO në drejtonin ish generalet nazistë. Dhe këta i kanë ngritur këto doktrina, dhe këtë kapacitet doktrinal ka sot NATO dhe Perëndimi, me ofensiva, kurse rusët nuk e kanë këtë. Pra ka ndryshuar gjithçka dhe nuk ka ndodhur kjo, nuk ka asnjë plan për një ofensivë vere, nuk ka asnjë plan për asgjë tjetër. Thjesht plani do të vazhdojë siç e kanë pasur deri më sot, me copza të vogla, kaput një copë atje, kaput një copë atje, kaput një copë atje, dhe duke bërë thes të vegjël taktik, ti arrin të bësh një thes operativ të nesmen. Dhe kështu i kanë marrë dhe kështu do të vazhdojnë të marrin. Dhe kjo e shteron fuqinë e armikut, sepse është detyruar të lëvizë forca nga një vend në vend tjetër. Në momentin që ti lëviz forcat për të përballuar një
thes operativ këtu, atëherë ti ke hequr forca nga këtu dhe ky bën një thes taktik këtu. Pra, kjo ty të shteron fuqitë, të shteron resurset, të shteron njerëzit, të shteron gjithçka. Dhe atje e mundësi që të përparoj dhe në këtë mënyrë ka përparorësi dhe po përparon. Prandaj ka hapur disa vija fronti edhe të ndara. Në Sumi, pra fronti që është hapur në Sumi në veri të Ukrainës, nuk ka lidhje fronti me lidhje vi fronti me fronti që ekziston në Kharkiv, që është pak më poshtë. Vija e frontit në Kharkiv nuk ka lidhje me vijën e frontit në Donbas, pra ose në Lugansk, pra janë të shkëpurtura. Për këtë arsye janë bërë të tilla që ti të lëvizësh forcat e tua sa majtas djathtë sa lart poshtë. Po do të kemi parasysh që Ukraina është një vend me 600.000 km2. Pra nuk është si Shqipëria që do lëvizësh maksimumi 250 km larg e ke një për të lëvizur. Atje do të lëvizësh me mijëra kilometra forcat. Dhe lëvizja e këtyre forcave mijëra kilometra, atëherë ty të bën të diktohesh në trup. Pra ky është qëllimi, që ti nis copëza dhe këto copëza detyrojnë ti të lëvizësh forcat tona. Meqenëse ti do marrësh forca nga këtu për të çuar tash 1000 km, në këtë 1000 km ti këto forca për të çuar autokollon nuk i lëviz dot, pra do biesh në syn e vëzhgimit strategjiktar mikut i cili nesër do të godasi këto forca në rrugë, do të godasi forcat e tjera që ke nisur, që ke grumbulluar diku tjetër. E qartë, e qartë. Kjo është mënyra e veprimit luftarak aktualisht të Rusisë në këto 5 vite dhe nuk ka ndryshuar, nuk kemi pasur ofensiva. Dritan, e fundit, sepse këtë periudhë do flasim pak edhe për zhvillimet në Kosovë. Si po i lexon zhvillimet para zgjedhjeve në Kosovë, veçanërisht bashkimin midis Vjosa Osmanit edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që lexohet si një zhvillim që mund të prodhojë dhe ndryshim nesër. Përveç kësaj që ju e përmendë, probablisht këtij bashkimi i cili është më shumë dekorativ dhe për nevoja personale dhe nuk do të sjellë ndonjë rezultat të madh, asgjë tjetër nuk ka ndryshuar në Kosovë. Albin Kurti vazhdon të dominojë fushën politike në Kosovë, do të rifitojë sërish zgjedhjet. Nuk është se ka ndonjë kundërshtar për të fituar zgjedhjet. Lidhja Demokratike së bashku me Vjosa Osmanin nuk munden t'ia marrin zgjedhjet Albin Kurtit. Nuk ka kapacitet sot Vjosa Osmani ta dobësoj për arsye se për 5 vjet e gjysmë Albin Kurti e përdori Vjosa Osmanin si i deshi qefi Albin Kurtit. Vjosa Osmani për 5 vjet e gjysmë nuk e hapi asnjëherë gojen për të gjitha çmenduritë që Albin Kurti bënte dhe budalliqet që Albin Kurti bënte, por u kujtua të hapi gojen tashmë që doli në opozitë dhe që e pa që nuk bëhej më presidente. Dhe ardhja e Vjosa Osmanit te LDK-ja ka ardhur për përfitime personale dhe për nevoja personale të Vjosa Osmanit, sepse në rast se Vjosa Osmani nuk do vinte te LDK-ja, atëherë Vjosa Osmani do humbiste si karrierë politike. Keni dëgjuar më të flitet për Atifeta Yahjagën? Atifeta Yahjaga ka qenë një presidente e Kosovës. Po. Dhe nuk dëgjohet më, pra është vetëm si foto në një nga muret e presidencës. E njëjta gjë do ndodhë edhe me Vjosa Osmanin, po qëse nuk do të kthehej te LDK-ja. Pra kthimi te LDK-ja është për mbijetesë politike të saj. Normalisht që mund të sjellë disa vota LDK-s. Është për mbijetesë apo për një bashkim që mund të Nuk ka bashkim, sepse po të ishte bashkim, atëherë po mos ishte për mbijetesë, Vjosa Osmani mund të dilte me listë të saj. Po me listë të saj Vjosa Osmani nuk e kalon dot pragun. Dhe që të kalosh pragun, Kosovë do t'i marrësh mbi 5%. Pra kur ti nuk arrin mbi 5% që i bie sa vota i bie. Po me vota se varet nga numri, se është pastaj në varësi të numrit të votuesve, po nuk se është në varësi të numrit të votuesve, pra po është 5%. Pra ti duhet ai 5% që nuk e di sa deputet merr, 5-6 deputet diçka e tillë. Pra kur ti nuk arrin të dalësh vet, ta kalosh pragun vet. Atëherë ti nuk e kalon këtë 5%. Atëherë te zëm se edhe po e kape këtë 5%, ti kaq 5% i sjell partisë tënde. Po i heq 5% Albin Kurtit. Jo, nuk i sjell 5%, nuk i heq 5% Albin Kurtit sepse i ka votat të sajat, jo. Nuk i heq 5% Albin Kurtit. I ka votat të sajat, nuk i ka të Albin Kurtit. Albin Kurti çka ka bërë? Në rast se votat e saj kanë qenë me Kurtin në zgjedhjet e fundit apo jo? Jo, nuk kanë qenë fare dhe nuk kanë qenë në zgjedhjet e fundit, jo. Votat e Vjosa Osmanit kanë pasur vlerë për Albin Kurtit në zgjedhjet e para. Kanë pasur vlerë edhe në zgjedhjet e dyta më njëherë pas 4 vjeçarit të parë. Të gjitha zgjedhjet që janë bërë nga viti që shkoi deri më tash, 3 palë zgjedhje, nuk janë më votat e Vjosa Osmanit. Janë votat e Albin Kurtit për arsye se lista e Vjosa Osmanit, pra lista Guxoe e Donika Gërvalla, se më parë se mori partinë Donika Gërvalla, është bërë pjesë e listës vetëvendosjes, nuk kanë garuar më vete. E qartë. Pra në moment që s'ke garuar më vete, pas 3 zgjedhjeve, domethënë që ti e ke parë që ti s'ke kapacitet të biesh vota. Dhe ti nuk e kalon dot pragun. Dhe e bër pjesë e kësaj liste. Po nisur nga kjo. Nisur nga kjo aktualisht Vjosa ka vota të veta si Vjos, po jo si fuqi politike që kishte përpara.
kur u shkëput nga LDK-ja dhe krijoi listën Guxo. Nuk i kam ato. Pra këtu tash mund të sjelli votat e saj dhe plus mund të sjellë edhe një rritje për shkak të bashkimit, pra një pjesë atyre të LDK-s, të cilët deri më dje nuk e kanë votuar LDK-n për arsye të ndryshme, sepse edhe LDK-ja ka disa fraksione brenda. Ky bashkim mund të sjellë një sasi votash, po jo të tillë që të përmbysë rezultatin e Albinit. Nuk krijon dot sinergjinë e madhe. Nuk e ka atë kapacitet. Pra nuk ka për ta bërë. Është thjesht për interesin e saj. Dhe pse është për interesin e saj? Sepse e dyta, kjo zonja erdhi me një listë, pra e para solli një listë për 19 vetash. Dhe kërkoi që të gjithë ta të hyjnë në listën për deputet të LDK-s. Por 90% atyre janë njerëz që s'kan asnjë lloj vlere në Kosovë. Janë njerëz që s'kan asnjë lidhje me Kosovën. Kanë bizneset e tyre, gjërat e tyre, po s'kan pasur ndonjë aktivitet politik në Kosovë dhe për Kosovën. Pra nuk sjellin vota. Ata marrin votat LDK-s për ta, po vetë ata nuk sjellin votë. Pra nuk janë vlerë shtuar për partinë. Janë barë për partinë. Lista e Vjosa Osmanit është barë për partinë dhe jo vlerë shtuar për partinë. Nuk do të shtojë edhe Vetëm Vjosa Osmani vetë është vlerë shtuar. Kurse ata që ka sjellë Vjosa Osmani nuk janë vlerë shtuar. Dhe e treta, Vjosa Osmani vuri kush që të hynte këtu të jetë kandidate për presidente. Pra sa intereson presidenca. Por pse i duhet presidenca këtë rast? Do të thonë dikush që po presidenca mund ta merrte edhe me Albinin. Po pas 5 viteve si presidente me Albinin, do përfundonte si Atifete Jahjaga, thjesht një foto në mur. Ndërsa pas 5 viteve si presidente me LDK-n, jo se LDK-ja do fitoj zgjedhjet, por nëse LDK-ja mund të hyjë në një koalicion me vetvendosjen dhe vetvendosja për një arsye për një tjetër, Albini mund ta uli krenarin, që unë nuk besoj që Albini do ta uli krenarin, se Albini nuk bën mbrapsh në këtë aspekt, nuk do të pranonte në asnjë moment që Vjosën ta bënte presidente Albini, po e zëm se ndodhi. Në këtë moment Vjosa bëhet presidente, po bëhet presidente nga LDK-ja dhe nesër kur ti mbaroj afati, kjo kthehet sërish në LDK, pra nuk humbet politikisht, nuk digjet politikisht. Prandaj duhej patjetër kthimin në LDK për të ardhmen e vet politike të mëpasme. Pra nuk flitet për këtë 5 vjeçar, për të 4 vjeçar, flitet për pas këtij 4 vjeçari, ku do përfundonte kjo pamosisht në LDK? Askund. Për këtë arsye ardha është totalisht personale dhe po shfrytëzon LDK-n për interesin e vet. Do të sjellit sa vota, por baza është LDK-ja. Pa votat e LDK-s kjo nuk shkon dot askund. Dakor, po LDK-ja pse e ka pranuar atëherë? Edhe LDK-ja e ka pranuar sepse Lumir Abdigjiku është në krizë më të madhe se sa Vjosa Osmani dhe rrezikonte që të humbë brenda partisë. Krizë brenda partisë dhe rrezikonte që të humbiste partinë. Dhe tashmë i duhen disa vota Vjosa Osmanit sepse në 3 zgjedhje përfundoi me humbje. Pra duke u reduktuar numri i deputetëve. Dhe tashmë me Vjosa Osmani mund t'i marrë 6-7 deputet më tepër dhe ta nxjerrë këtë si fitore që shife u rritëm, dhe kjo rritje erdhi për shkak time se unë solla Vjosa Osmanin, vajzën e gruan e burrit, gruan e djalit tezës tim. Sepse burri i Vjosa Osmanit është djali i tezës së Lumir Abdigjikut. Pra partia po prap brenda nepotizmit. Pra neve shqiptarët shkojmë nga shkojmë, nuk largohemi dot nga nepotizmi. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua pedagogu në Universitetin e Tiranës, Klejt Këlliçi. Klejt, nësi që të kam. Klejt, ajo që më bëri përshtypje në intervistën e fundit Netanyahut ishte fakti që ai e nisi analizën e tij me sulmin e 7 tetorit të Hamas mbi Izraelin. Çka tha më bëri që pas atij sulmi të vendosim që lindja e mesme duhet ndryshonte, për shkak se kishim përballë disa entitete që sponsorizoheshin nga Irani, të cilat donin të shfarosnin shtetin e Izraelit. Kjo ishte ajo që tha Netanyahu, po në thelb ishte riformatimi i lindjes mesme. Pra, aty menduam, tha, dhe vendosëm që nuk mund të vazhdojmë më kështu dhe duhet ta riformatojmë lindjen e mesme. Si e vlerëson deri tani ecurinë e këtij projekti, se dhe Hormuzi, domethënë edhe situata sot e konfliktit mbetet pjesë e atij skenari për cilin flet Netanyahu? Po, besoj që Izraeli ka një koncept sigurie i cili fillon me disa shtresa, le të themi. Shtresa e parë është ajo imediate që ka të bëjë me sigurinë fizike të vendit, që lidhet me kufit, që shkon harku që shkon nga
jugu i Libanit dikur përfshinte edhe Sirin, lartësitë Golan, nga llogaria Jordanin dhe pastaj mbetet kufiri që ka me rripin e Gazës, deri diku Egjipti, po edhe Egjipti për shkak të një histori e paqe që ka që nga vitet 80 nuk është se mund të futet në këtë llogari. Është shtresa e parë, le të themi. Shtresa e dytë ka të bëjë me të gjitha ato vende të cilat mundet që të mbështesin një farë narrative anti-izraeliane në kuptimin e propagandës. Le të themi që mund të jenë deri diku vendet ose më parë mund të kenë vendet e Gjirit dhe pastaj shtresa e tretë është ajo është Irani, i cili mbetet gjithsesi vendi që rrezikon më shumti nëpërmjet të tretëve Izraelin sot. Po. Me sulmin e tetorit Izraeli arrit ndërtoi një narrativ viktimizimi mjaftueshëm të madhe sa që të fillonte më pas dhe goditjet në Gaza, por edhe kundër Hezbollahut, dhe po të shohim deri diku është zgjidhur të paktën përkohësisht kjo shtresa e parë e sigurisë fizike të shtetit Izraelit. Pra ka dalë jashtë skene deri diku Hamasi, ose potenciali goditës së Hamasit është reduktuar në një masë shumë të madhe. Është reduktuar potenciali i Hezbollahut me gjithë goditjet,